Në datën 2 shkurt kam depozituar një kërkesë për një seancë pyetje-përgjigje me Ministrin e Arsimit. Sot është data 19 shkurt. Javës tjetër është javë e gjelbër. Ndërkohë që javës tjetër bëhen më shumë se sa 4 javë nga kërkesa për një seancë pyetje-përgjigje me Ministrin e Arsimit. Në fakt shoh që Ministri i Arsimit është këtu. Dhe po kuptoj që ky është problemi i Parlamentit, jo i ministrës që është këtu. Çështja për cilën unë interesohem ka të bëjë me hapjen e shkollës 11 janari apo e di Durham si e quajnë, e cila ka mbaruar që në datën 1 tetor dhe sot që jemi në datën 19 shkurt nuk është hapur ende. Tani këtu në këtë sallë shpërdorohet koha për çështje që janë fare në rend të ditës javë për javë. Dhe për çështje që kanë të bëjnë me instrument shumë të rëndësishëm kontrolli të Parlamentit mbi qeverinë, këtu koha është me racion. Tani, interpelancat, seancat e pyetjeve që rregullohen nga rregullorja apo kërkesat për informacion nuk mund të jenë me racion. Dhe kanë kohën e tyre kur bëhen. Por ju them, kam kërkuar në datën 2 shkurt. Afati maksimal që jep rregullorja është 3 javë. Për njërën nga modelet e seancës pyetje. Ndërkohë që atje matan janë 850 nxënës minimalisht që shkojnë turni 2. 1700 gjyshër, njëri njëri tjetri, që çojnë fëmijët atje në shkollë, turni 2. 1700 prindër kur s'ka gjyshër, që duhet rregullojnë gjithë agjendën e tyre dhe veçanërisht punën e tyre për të marrë një përgjigje se kur hapet shkolla 11 janari. Që po e përsëris ka mbaruar në datën 1 tetor. Dhe në këto kuptim, tani unë kam bërë një tjetër seancë kërkesë për një tjetër seancë pyetje-përgjigje, siç kam bërë një tjetër kërkesë për interpelancë, dhe që normalisht në bivendosim me njëra tjetrën dhe dalin jashtë afateve procedurale. Kjo e para. Dhe po e përsëris, nuk janë me racion. Instrumenti parlamentar i kontrollit parlamentar nuk mund të përdoret me racion. E dyta gjë që kam, dhe kjo është e përsëritur, kam një seri kërkesash për marrje informacioni. Një pjesë ja u kam bërë dhe juve tani për djeni, për t'ju thënë që pasi është e kaluar e zauruar çdo lloj afati me drejtorinë e tatimeve dhe me institucione tjera, AKU, ISU dhe tjerë me radhë, tani do të shkojmë drejt kallëzimit penal për të marrë një informacion që është legjitim dhe që nuk përbën absolutisht të dhënë konfidenciale. Dhe nëse është, përgjegjësia për konfidencialitetin është e imja. Ta përfundoj fjalën, të lutem. Pra është e imja si deputeti i Kuvendit të Shqipërisë. Ndërkohë që s'kam kërkuar asgjë përveç se një listë me emrat e kompanive që janë kontrolluar në kuadër të sigurisë ushqimore apo të operacionit kundër informalitetit. Konfidenciale. Faleminderit. Tani lidhur me çështjen e parë, është e vërtetë që jemi në kufit e afatit për përgjigjen e pyetjeve. Është parashikuar në mbledhjen në seancën e radhës, pra jo, dakord, është parashikuar në seancën e radhës. Ju siguroj që nuk është çështje kuvendi është gati, por është çështje edhe e kohës nevojshme të ministrës për të mbledhur informacionin në rastin tuaj nga bashkitë respektive e tjera, pra duke respektuar dhe agjendën edhe të kuvendit dhe të ministrës, ka patur 2 interpelanca për Ministrinë e Arsimit, ju kujtoj, ndaj është kërkuar koha e nevojshme për të përgatitur me seriozitet në përgjigjet të pyetjeve tuaja. Ju siguroj se në seancën e radhës do të rezervojmë pra patjetër në detyrim të rregullores kohën për pyetje-përgjigjet me Ministrin e Arsimit. Sa i përket çështjes tjetër, besoj duhet të jetë edhe pjesë e punës së monitorimit të punës së institucioneve, përgjigja ndaj kërkesës për informacion. Bashkohem plotësisht me ju, edhe këtu tani jemi dhe në publik, pra po e bëj edhe si adresë publike ndaj gjitha institucioneve, duhet respektojnë ligjin për transparencë dhe dhënie informacioni, jo për deputetët, po edhe për çdo qytetar sipas ligjit. Gjithsesi, komisionet respektive ta kenë pjesë, besoj, të agjendës tyre të
të monitorimit të punës së institucioneve. Zoti Erald Kapri për procedurë, i lutem qëndroni te procedura. Po, faleminderit shumë zotë kryetar. Kam dy çështje për të ngritur këtu në parlament. Deklaratat e përfaqësuesve të maxhorancës nuk janë asgjë më shumë dhe asgjë më pak se sa vrasja e Republikës. Republika jonë parlamentare do të dalte procedura, po të lutem shumë tani. Tek unë gjeta që kjo do të dalë procedura, kjo është fyerje inteligjence. Do të dalte procedura edhe në fund fare mbyllet fjalimi politik. Ju lutem, keni gjë për procedurë? Urdhro. Nëse doni fiks për procedurë, unë ende nuk e kuptoj si ka mundësi që gënjeni kaq hapur, u bën më shumë se 2 muaj, që thoni do e mbledhim sot, do e mbledhim nesër këshillin e mandateve dhe nuk e mbledhni. Sot ka dalë një justifikim i ri ku thoni që do presim zbardhjen e vendimit të gjykatës kushtetute. Tani thueni hapur, do e marrim koston politike, të lutem. Jam i detyruar t'ju përgjigjem këtu, por Okej, se kam mbaruar fjalën, të lutem shumë se kam mbaruar fjalën. Data 23 ora 10:00 është mbledhja e këshillit të mandateve. Edhe një herë datën, të lutem zotë kryetar, datën edhe një herë, nuk është pjesë e procedurës mbledhjes sotme. Gjithsesi për transparencë ju informova, meqense nuk e keni ndjekur politikën e ditës. Faleminderit. Fjalën e ka zoti Agron Sheaj. Zoti Agron Sheaj. Zoti kryetar, ju kemi drejtuar një kërkesë në lidhje me dosjen e spakut të Belinda Ballukut, e cila duhet t'ju shkojë çdo deputeti që të vihet në kushtet për të votuar heqjen e imunitetit. Dhe akoma nuk na kthyer një përgjigje. E para kjo. Minimalisht, zoti kryetar, një përgjigje. Po, jo. Dua, s'dua, se kështu ka vajtur kjo punë. Është gjithçka në dorën tuaj, ju nuk pyesni as për rregullore, as për ligje, bëni çfarë ju do qefi. Tani, përveç kësaj, nga ana tjetër, zoti kryetar, ka një deklarat të Bashkimit Evropian, ku thot shprehimisht, po lexoj deklaratën. Si që kemi deklaruar më parë, është përgjegjësi e Kuvendit të Shqipërisë të trajtoj pa vonesë kërkesat për heqjen e imunitetit të anëtarëve të tij. Vonesa në lidhje me votimin mbi heqjen e imunitetit të Belinda Ballukut, mbi kërkesën për arrestim të Belinda Ballukut, është e papranueshme. Po mbroni të korruptuarit. Gjithë interpretimi dhe tallja, do thosha, doli Tauland Balla tani dhe tha, nuk është tha kërkesë për heqjen imuniteti për arrestimin e Belinda Ballukut. Jo, është leje autorizimi për mas sigurie. Si ç'është kjo punë, si gënjeni njerëzit në të farë mënyre? Është kërkesë për arrestim, Tauland, duan t'i vënë prangat, shqip. Tani, ju pëlqen, kjo është. Ju quheni mas sigurie, ju quheni leje, bëjeni si të doni. Ka një kërkesë nga spaku për arrestimin e Belinda Ballukut, zoti kryetar. Po, umbisni kohën kot, duhet sa më shpejt që ky kuvend të marrë një vendim. Dhe para se të marrë vendimin, duhen që të gjithë deputetët të kenë dosjen që spaku ka sjellë në kuvend, në mënyrë që deputetët të vijen në dieni me provat që spaku ka mbledhur. Është shumë e thjeshtë. Faleminderit. Zoti Sheaj, do të merrni përgjigjen me shkrim, por gjithsesi përsëri po dalim nga rendi i ditës, sepse kjo nuk është një seancë pyetje përgjigje me kryetarin e kuvendit, por po e them edhe një herë. Ka një urdhër të prokurorit të posaçëm për ruajtjen e sekretit hetimor. Çdo deputet antar i Këshillit të Mandateve dhe Imuniteteve që ka kërkuar të njihet me materialet, ka firmosur një deklarat para prokurorit për ruajtjen e sekretit hetimor. Në këto kushte nuk është e mundur dhe nuk është e lejuar, madje është urdhëruar që materialet të mos publikohen dhe të mos shpërndahen. Nëse e doni me shkrim, keni drejt formalisht ta pretendoni me shkrim, do ta merrni përgjigjen.
Askush nuk mund ta marrë dot, madje asnjë antar i Këshillit të Mandateve, nëse nuk ka firmosur deklaratën për ruajtjen e sekretit hetimor para prokurorit. Shumë faleminderit.